E grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, jemi deri në këtë kohë në objektet e Kuvendit të Republikës Kosovës, që fatkeqësisht edhe në këtë aspekt, që është çështje teknike, do të thotë administrata e Kuvendit i ka të mbyllura dyert e sallës të Kuvendit, jemi këtu për të treguar gatishmërinë tonë për pjesëmarrje në seancën konstitutive të Kuvendit, kur desh zgjedhet kryetari i Kuvendit, nën kryetarët e Kuvendit dhe të konstituohet Kuvendi. Dhe pastaj procedohet edhe me zgjedhjen e institucioneve të reja të vendit. Kemi bëjmë me një mos respektim të vendimit atë gjykimit të gjykatës kushtetuese, i cili është shumë i saktë, precis, që thotë që Kuvendi i Republikës Kosovës duhet të konstituohet 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor. Kjo është shkelje e kushtetutës, kjo është mos respektim i aktit më të lartë juridik të vendit, kjo është cenim i demokracisë, kjo është marrje në dorë e institucioneve në mënyrë antikushtetuese, antiligjore nga partia me numrin më të madh të urse në Kuvendin e Republikës Kosovës. Nuk është Republika e Kosovës pronë as e vetëvendosjes, as e Partisë Demokratike të Kosovës, as e Lidhjes Demokratike të Kosovës, as e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që tash është aleanca. Do thotë shteti qeveriset me rregulla, qeveriset me ligje, duhet respektohet kushtetuta. Ne do t'i bëjmë gjitha veprimet e nevojshme ligjore, demokratike, në mbrojtje të kushtetutshmërisë të vendit. Ne jemi të përkushtuar që vendit me dhënë institucione, ne kemi deklaruar rolin tonë si parti demokratike që do të jemi parti në opozitë. Kemi pas komunikim, po edhe nga komunikimet e fundit vret që fare nuk ka seriozet nga ana e Zotit Kurti për me i kriju edhe për me dhënë vendit institucione. Janë ftesa veçsa për me blej kohë, sa për me kriju situata që nëse vendi shkon zgjedhje me bëu përpjekje me pas adresë pse vendi po shkon zgjedhje. E nëse vendi shkon zgjedhje, adresë ka. Po adresa është Zoti Kurti edhe lëvizja vetëvendosje. Derisa ata të kaluarën, dhunshëm i kanë pengu konstimin e institucioneve të Kosovës, formimin e institucioneve të Kosovës, ne jemi këtu për me shpreh gatishmërinë tonë në respektim të vendimit të gjykimit të gjykatës kushtetuese. Prandaj, tash po him në një fushë pa njohur. A do të ndani pjesë nesër zot Xhamza? Shiko, ne do ta trajtojmë këtë çështje nesër, para kohës të thirrjes së seancës. Ne nuk jemi faktor të bllokimit të krijimit të institucioneve. Ne po kërkojmë me u respektu akti më i lartë juridik i Republikës Kosovës, me u respektu ligjet, me u shmong anarkia, mirë po sigurisht se ne do t'i përdorim gjitha format, gjitha metoda, gjitha mjetet demokratike në mbrojtje të kushtetutës edhe të Republikës Kosovës. A përfshin kjo dërgimin e seancës së nesërme nëse konsideron kundërkushtetuese në gjykatën kushtetuese? Gjitha opsionet janë të hapura, edhe pse është e qartë. Na mundëm me dërgu në gjykatën kushtetuese, po vendimi dhe gjykimi i gjykatës kushtetuese është shumë i qartë. Duhet të formohet, duhet të konstituohet brenda 30 ditë. Jo të fillon, po duhet. Mirë po është një abuzim eklatant, edhe nga lëvizja vetëvendosje në këtë rast përmes deputetit Zoti Dehari, me pozitën e tij si kryesues i Kuvendit, si kryesues i seancës, veç për shkak të moshës. Kjo është krejtësisht jo serioze, jo e përgjithshme. Zotando, a jeni duke drejtuar ofertën e lëvizjes vetëvendosje për opozitën apo? Po s'kan ofertë. Në letrën e sot? Jo, ai s'ka ofertë. Ai s'është serioz. Ai po tallet me vendin. Nuk bën pjesë aty në lorave, i kum tregu. Ne kemi garu me programe, me prioritete, çka për ekonomi, çka për arsimin,
çka për shëndetësinë, çka për kapacitetet e reja energjetike, çka për infrastrukturën, çka për partneritetin tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çka për procesin e integrimit evropian. To janë temat. E pastaj flasëm edhe për pozitë. Ataj dikuj për i thotë do të me folë në proporcion me fuqinë tonë politike. Po kjo se reflekton fuqinë politike të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne s'kemi folë për kryetarin e kuvendit. Kushtetuta definon këtë çështje. Kryetari i kuvendit i takon partisë me numrin më të madh të ulësëm kuvend. Dhe çka ofron? Thotë që e bëjmë një lloj trompi pozitës kryetarit me nën kryetarit. Po se për këtë nën kryetarëve pra pushtetarët, kushtetuta rregullore e punës së kuvendit. Thotë që partitë më të mëdha përfaqësohen me ganin nën kryetar, këtë rast lëvizja vetëvendosur Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Ata janë çështje serioze, nëse don me çu vendin në zgjedhje, është përgjegjësi e tij. Nuk më ne hudh fal dhe nuk ka adresë tjetër pos lëvizjes vetëvendosje edhe Albin Kurtit. Kjo është adresa. Edhe kjo është adresa edhe pse vendi ka shku edhe të kaluar në zgjedhje. Ai ka çu vendin në zgjedhje. Nëse merr një pjesë nesër me qenë se ande keni në dilemë për pas profesorës politike deri tash, ai vjen që bën një pjesë e një shkelje me qenë se konsideron këtë? Shkeljen e ban ai që ka thirrë seancën, ku vendi ka zyrë ligjore, ku vendi ka sekretar, ata kanë këshilltar ligjor, dhe ata duhet me ditë mirë dhe me mendu mirë pse pe bëj këto. Se kjo është në qëllimi i Zotit Kurti me prodhu situata për me prolongu konstituimin e kuvendit Kosovës. A do të dërgojmë në gjykatën kushtetuese? Urdhno? A do të dërgojmë në gjykatën kushtetuese? Ne do ta shqyrtojmë si rast, e ju e dini që kemi fitu numër të madh të rasteve në gjykatën kushtetuese dhe ky kush do që të procedon në gjykatën kushtetuese është rasti fitu. A jeni të gatshëm ju si blok opozitar që të kandidoni një person, një kandidat në fakt për çështjen e presidentit? E pora si jemi blok opozitar, jemi parti, subjekte politike ndryshme, ne jemi Partia Demokratike e Kosovës, unë flas të namën Partisë Demokratike e Kosovës, sigurisht se jem të hapur për tema të rëndësishme me bashkëpunu me parti tjera politike në kuadër të kuvendit Kosovës, edhe me Lidhjen Demokratike, edhe me Aleancën, po ne kur është interesi i shtetit. Ne kemi tregu që nuk dalim kundër interesit të shtetit pavarësisht që jemi në opozitë. Ne kemi votu marrëveshjet financiare ndërkombëtare ku kërkuan 2/3 e votave dhe Partia Demokratike e Kosovës e ka dhënë votën e vet. Zotëza, a shihni si opsion daljen e protesta në rast se vazhdon me këto shkelje dhe vazhdon Gjitha mjetet e lejuara demokratike do të jenë në përdorim. Që i bie nuk përjashtohet edhe protesta. Faleminderit shumë.